3 persona kanë rënë në prangat e policisë së Lezhës, pasi dyshohet se morën me forcë një 28 vjeçar e transportuan nga Kryja në Lezhë dhe e dhunuan, me pretendimin se nuk kishte shlyer pagesën për 2 automjete të marra me qira. Në pranga kanë rënë 2 shtetas, 28 dhe 22 vjeç, vëllezër dhe administrator të subjektit të dhënjes me qira të automjeteve, si dhe kushëriri i tyre, 22 vjeçar. Sipas policisë, ngjarja u zbardh menjëherë pas kallëzimit të bërë nga babai i 28 vjeçarit, i cili denoncoi se djali i tij ishte marrë me forcë nga disa persona. Shërbimet e komisariatit të policisë Lezhë identifikuan dhe arrestuan 3 autorët e dyshuar vetëm pak minuta pas marrjes së kallëzimit. Nga hetimet paraprake rezulton se të arrestuarit e kanë marrë me forcë 28 vjeçarin në një karburant në fshatin Derven, me pretendimin se ai nuk kishte paguar detyrimet financiare për 2 automjete të marra me qira në subjektin që administronin 2 vëllezërit. Më pas ata e kanë transportuar me automjet drejt një karburanti në fshatin Shënkoll të Lezhës, ku dyshohet se e kanë dhunuar fizikisht përpara se ta linin në rrugë. Policia bëri të mundur sekuestrimin e automjetit, me të cilin 28 vjeçari u mor dhe u transportua nga Kryja në Lezhë. I riu u dërgua në Spitalin Rajonal të Lezhës, ku mori ndihmën e nevojshme mjekësore. Sipas mjekëve, ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe është larguar në banesë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë. 3 të arrestuarit akuzohen për veprat penale, heqje e paligjshme e lirisë, vegjutësia dhe dëmtime të tjera me dashje të kryera në bashkëpunim.